Burim, ti gjen disa fraksione në bisedë, disa sekonda në bisedë gjithmonë dhe tregon se sa i djathtë në parime je kur flasim për politikën shqiptare. Por besoj që... Nuk e parnoj, jo. Po jo, nuk e parnoj, si të thua një mjeku... E le të kuptohet. Me paralelizmin me Zelenskin. Imagjino një mjek që puron edhe palestinez edhe izraelit në 7 tetor. E ti thuash e tregove se sa me palestinez të tjerë. Jo. Ne si mjekët. Ne duhet të afishojmë të... Po Zelenski se shoh të djathtën që Zelenski. Jo, Zelenski është çështje kombëtare, nuk ka djathtët majt. Kështu dhe për vetëbrisha Shqipëri, që nuk është problemi im i djathtës, po ta vini re, nuk dëgjohet edhe fjalimet e tjera, nuk dëgjohet në teoria e djathtës, teoria konservatore. Nuk ka, ende si jemi në atë pikë. O familja, ose kemi ulje taksas, ose... I djathtë po flisja për kampi demokrat këtu, se ndryshojnë edhe në ideologji e djathta e majta të qendrës, pra se e kemi bërë dhe njërë këtë diskutim së bashku në këtë studio që partitë politike në vendin tonë han diskutim kur i krahasojmë me ato që janë në Europë për ideologjin, për linjën që ata mbajnë. Meqense më artikulove Saljanin lëvizjen dhe më themi tërheqjen nga grupi të Ali Mehmetit si një ndër më të votuarit në emrat preferencial në zgjedhjet më themi të fundit parlamentare. A mendon se një dozë shumë të mirë apo një ndihmë shumë të madhe mund t'i ketë dhënë dhe ky aktivizim i strukturave nga Saljani në bazë që mund të jenë, mund të themi, frymëzuar për të marrë pjesë në këtë protestë, pra edhe të dijeshmen, por edhe të kaluarën protestën kombëtare të Kampit Demokrat? Se kuptoj të falësh. A mendon se ka ka frymëzuar Saljani që edhe ata që mund të ishin skeptik, që nuk kanë mbështetur Berishën, mund të kenë dalë në shesh, meqense duket sikur edhe Partia Demokratike po merr një tjetër dimension dhe pam ato shifra që pam në bulevard? Po Saljani sa mund të kontribuojë, kuptoj, po 1%, 2%, 5%? Sa mund të kontribuojë, nuk e di, po që pastaj edhe për të kontribuar, kush e di për nder? Nuk është se donim ne të jepni meritet, po për të kuptuar pak çfarë ka bërë ai në bazë, më kupton? Po prapë të japë të shembull. Kujtohet ajo, ke qenë bazë s'ke lidhur atëherë, po këtë kineman lëvizse, kinemaja Verës. Në kohën e regjimit, ka qenë i vogël atëherë. Edhe vinë të jepin shukë midis pallateve, vinë atë ekranin kështu dhe mbyllesim të shikojnë film ishte film poti fare, që kishin parë një 10 herë në televizor. Po shkoj se s'ke çfarë të bëje, me çfarë bëresh. Kështu dhe Saljani domethënë bas. Ku shkon vërtet? Me një qytet si Laçi, një qytet si Gramshi, një si ku diku shkon ai qytet nuk kanë në Shqipëri shumë animacione. Mos harroni të gjithë. As në Tiranë nuk ka shumë. Kur e krahasoj me Parisin sigurisht ose me Londrën, me jo më në rreth. Duhet një pretekst. Atë xhaket që ke bler, atë fustan që ke bler. Duhet dalësh në moment të kështu që edhe kjo tregon edhe një herë se sa e rëndësishme është që të shkojnë shumë nga Tirana të përrethe politikanët. Jo të Saljani, po kush shkoj, mund të mbledh 2-3 veta, sepse vërtet njerëzit sot janë të uritur për shkëmbime. Është diçka humane, është mëse humane. Por sot vërtet që Saljani është offside, është në pozicion jashtë loje. Mund të ishte ta shumë mirë, po dhe Mbappé si ndoshta të jashtë loje, po nuk ishte momenti, nuk ishte momenti i dur. Nuk ishte momenti i dur, do të shkullit momenti. Po. E keqja është se ai kishte një shembull e pa para ti, e pa Bashën para ti, e pa Alibein para ti. Kështu që se kuptoj, ishte vërtet një lëvizje politike kamikaze. Do të them se ka mbaruar komplet, se nesër mund të ndodhi që edhe Berisha shkojë në spital, urgjencë. Njerëz jemi dhe hapet ribëhen prapë kasat në PD. Por në momentin aktual e ka të fuqishme ai që ti kontribut se makinerie partijake që është e gjitha si një skalion e mobilizuar me një qëllim për të rrezuar Ramën. Kështu që s'mund të bësh ti unë por shkoj të rrezoj Ramën, ti do bësh të mund të rrezoj kapitenin brenda anijës, është vetë pak taniku. Dhe prandaj ka shumë vështirë Sotelani të jetë dëgjueshëm. E qartë. Burim, sa po ka mbaruar fjalia e fundit e Berishës mbrëmjen e kaluar në protest, nga foltorja, nga podiumi, kanë qenë me njëherë, mund themi, grupi që base kishte iniciuar mënyrën se si do të procedoj pas përfundimit fjalimeve,
kundrejt ambienteve të kryeministrisë, policisë dhe arritën deri në përdorim të fishek zjarreve, që besoj tipe. Patëm atë eskalim të situatës, patëm deri në momentin që patëm dhe ujëheqësem për të shpërndar turmën, ndonë turma u tërhoq edhe pastaj mund themi opozicionua në ambientet e parlamentit. Dhe aty pati konfrontim. Tani, a do bëjmë fajtor mënyrën se si reaguan efektive dhe si ishte menduar shpërndarja e turmës nga autoritetet, apo mënyra se si proceduan protestuesit pas mbylljes së fjalës së Berishës ishte e tepruar? Sigurisht, plus me përgojnë që kam këtu, më është një lojë, Tom and Jerry është loja më e zakonshme, më bajate që shoh në perëndim, sidomos në Francë. është gjepi këty edhe lëvizjesh. Jo. Po ama ishte një shkallë më lartë se herën e kaluar. Dhe si puna e gripit, për këtë herën e ardhshme, edhe këta manifestues do të jenë edhe ata më agresiv dhe më të përgatitur. Këtë se kupton do të Rama sot. Që, policia që me përgatitur, por si puna e ata me gripit. Herën e ardhshme, se kemi parë Francë të kohës, me Lek Verdh, i Lek shkuan për 20 javë. Dhe gjithmonë, sa pas i Lek Verdhët, në diçka të imaginueshme, shkuan dhe sulmuan dhe harkun tryllë që i bën ato tagët. Kjo është i preparacioni, pra është marrë me këmbë më të mëshmja e asaj që Franca si bënonte harkun e trupit. Do të thënë që kujdesin e kjo lojë, por është fillimi i një loje të rrezikshme. Mbrëm nuk je rrezikshme, sigurisht që secili kamp mazhoranca do flasi për policë plagosur dhe PD-ja do flasi për legalin të kompetencave, pra mbi një overdose të gazit lëtjellës, plus që dhe skaduar, plus dhe arrestimi e atij të miturit, nuk di sa mosh kishte marrë të 14 vjeç, pra është normale në një manifestim tillë për standardet perëndimore. U shoh ç'po ndodh sot në Minnesota, nuk di japi lajmet apo jo në Shqipëri. Biletë që po ndodh në Amerikë. Them sigurisht një scenari që i trisht. Shikoni ç'do në Amerikë. Kjo ran, prap, dhe një intermedie. Dhe dëgjoj në një sot arrestohet Trump se u bën ata. Do të thotë Shqipëria është ende larg këtyre, por ama mund të shkohet drejt saj sa më shumë që ndodhin këto lloj manifestimesh, prandaj një moment perëndimorët do kërkojnë që të ndahet shapi nga sheqeri, edhe të zgjedhjet parakohshme, sepse do të ketë në interes të vetë Edi Ramës. Mendon se do bëhet më agresive me këtë që po më thua, pra protestat në vijim kombëtare kur njoftohen nga Berisha do të jenë më agresive, më të përgatitura në nivel tjetër? 100%. Se shprehoja këtu neve, 100% më agresive, 100%. Brëm filloi piles, nga fundi e vure boçin dije që bata maskën e maskat e vogla të Covid. Në ashtu do shohësh edhe këta më të për shkak Francë. Ti të parë ishin të Lek Verdhët ishin pa përgatitur, pastaj mbrapa fillonin policia i kapte me çanta kurizi ku brenda kishte gjyle, në kiloz petank ose kiloz ato si quhet loja me bowling. Kishe mask, kishe fillon të përgatitesh. Si shkon ti në punë, ai përgatitet me çantë kurizi. Mos kimë atë do shpendë.